i bi gjerata 4 ose 5 e salqive, edhe unë e kreva fakultetin juridik, edhe kisha dilemë të ashtë shka. Këndej babas kish djallë tjetër, në i vetëmi djallë, të ke, po mirë, gjyna me leon traditën, një ambicja si jurist, edhe kom qenë, e kom dasht, do më tonë, kom qenë në zonë si mirë, kom bujtë me gjithë ku, po motra ma bo në vjollë, sa ta jo, në Mekësi jo, unë i deshtë në Mekësi, ta jo në Mekësi jo, se dike që unë nëse shkoj në Mekësi, Mekësi është pak ma te për lypë për kushtem, angazhim, edhe largona për i dyqanit, që që unë shkova në juridik, jo pëse është majlit, po për shkak se kisha mundësi me koordinu pak. Me mbajt edhe anën e traditës edhe të studimeve. Edhe kështu që dikur 94 e hapëm këtë, të kthejem tash të kjo, e hapëm këtë biron projektuese, edhe aty isha do më tonë, edhe në dyqan punë isha, edhe në punët e biros projektuese, i menagjisha, administrata, financa. Atër kemi pas qatë shumë punë me inspekcionet të ndryshme, se ka qenë Serbia, gjitho ditë gati vishin inspekcionet të ndryshme që u dëshke me qenë i perfekte dhe se dënimet ishen shumë të mlaja. Po gjithashtu ka qenë edhe pjesa e librarisë edhe pjesa e kurseve të kompjuterave që i mbajshim një kosisht, do me thonë 3 biznese në të njëjtën kohë. E hapëm dhe një librari edhe një kurs për kompjutere, do me thonë për PC, ka qenë jo dosat e shka qenë